Horoskopi ditor, 8 nëntor 2025, Dashi, sot është një ditë zgjimi mendor për ty si të largohet një mjegull nga syt, dhe papritur e kupton më mirë veten, frikrat e tua, varësitë, gjërat që të mbajnë pas. Është një moment i fortë vetdije, ku mund të gjesh mënyrën e duhur për të menaxhuar më mirë jetën tënde emocionale dhe marrëdhëniet. Një ide ose një këshill nga dikush mund të vijë në momentin perfekt dhe të ndihmojë të shohësh rrugën më qartë. Sot ke edhe një ndjesi të fortë lidhje me qëllimet e tua, nuk po i mendon më, po i ndjen. Mund të jetë një projekt, një pasion, një ëndër që ke lënë pezull, por tani ndjen se është koha për të vepruar. Dhe kjo ndjenjë, ky zjarr i brendshëm, do të çojë larg nëse e ndjek me guxim. Demi, sot është dita kur bashkëpunimi bëhet çelësiyt. Mund të ndjesh se afrimi me njerëzit e duhur, bisedat e sinqerta apo edhe një marrëveshje e vogël mund të hapin rrugë të reja. Është një ditë që të shtyn drejt pajtimit, komunikimit dhe zgjidhjeve të zgjuara. Energjia e diellit dhe e nyjes së hënës sot të vendos në një pozicion të fortë për të forcuar lidhje, qofshin ato personale apo profesionale. Është koha për të rregulluar keqkuptime, për të ndërtuar ura dhe për të ndjerë mbështetjen që ndoshta të ka munguar. Në anën emocionale, ndodh diçka si një rilindje e brendshme. Mund të vendosësh të ndryshosh mënyrën si mendon, si e sheh botën dhe veten. Një vendim i vogël për të parë dritën në vend të errësirës mund të ndryshojë shumë më tepër se ç'mendon. Sot, gjithçka që bëhet me sinqeritet do të shpërblehet. Binjakët, sot je si një magnet për ide dhe informacione. Mendja jote punon me shpejtësi, veçanërisht në lidhje me punën dhe shëndetin. Njerëzit të vlerësojnë për mënyrën si ndihmon dhe përmes këtyre ndërveprimeve ti po gjen kuptim të ri në atë që bën. Ke shumë plane që zihen në kokë dhe është dita perfekte për të shpikur mënyra të reja për të fituar, kursyer apo shpenzuar me zgjuarsi. Po fiton më shumë besim tek vetja, në aftësinë për të marrë kontrollin e gjërave praktike dhe për të ndërtuar stabilitetin që do. Nëse dikush të ka qëndruar pranë kohët e fundit, sot mund ta ndjesh edhe më fort atë mbështetje. Dhe ti vetë mund të tregosh një anë më mbrojtëse ndaj dikujt që e vlerëson shumë. Kjo energji e sotme është për ndërtim të zakoneve, të besimit dhe të lidhjeve që kanë kuptim të vërtetë. Gaforia, sot është dita jote për të shprehur plotësisht. Fjalët, idetë dhe emocionet rrjedhin natyrshëm dhe njerëzit rreth teje janë më të hapur se zakonisht për të dëgjuar. Është një moment i artë për të investuar energji në një projekt që të ngrohë shpirtin, diçka që të përfaqëson realisht, qoftë një pasion, një krijim apo një ide që mezi pret ta shfaqësh. Rutina mund të duket e mërzitshme sot, sepse brenda teje ndizet dëshira për diçka më shumë, për rritje, zhvillim, për ta provuar veten në një mënyrë të re. Ambicia është e fortë dhe po e ndjen qartë drejtimin ku do të shkosh. Je më mbrojtës ndaj ideve të tua, më krenar për rrugën që po ndjek dhe ke një ndjenjë të fortë që po shkon drejt diçkaje me vlerë. Mos u trem ta tregosh botës këtë version tëndin më të guximshëm. Luani, sot ndihesh në harmoni me njerëzit rreth teje. Ka një ngrohtësi në ajër që të bën të hapesh më lehtë dhe të ndash veten pa frikë. Marrëdhëniet me familjen apo me ata që i konsideron si të tillë marrin rëndësi, mund të ndodhë një moment afrimi, një sqarim ose një shërim i heshtur që ndreq shumë gjëra të vogla. Është dita ideale për të folur hapur me dikë që i beson, për të ndarë kujtime apo mendime që i ke mbajtur brenda. Në anën tjetër, puna në grup ose në një projekt me miq mund të sjellë frymëzim dhe ndjenjen se po kontribuon në diçka me kuptim. Energjia jote udhëheqëse sot është në ekuilibër, disaktësisht kur të marrësh drejtimin dhe kur të lësh të tjerët të shkëlqejnë. Dhe nëse ndjek intuitën tënde për atë që të tërheq, mund të gjesh një pasion të ri ose një qëllim që të ringjall. Birgjëresha, sot je e përqendruar dhe me mendjen e ngulur në një ide apo projekt që të tërheq fort. Ka diçka që të ndizet brenda, një ndjenjë se po punon për diçka që ka vërtet rëndësi. Edhe pse zakonisht preferon të veprosh vetëm, sot e kupton se bashkëpunimi sjell rezultate më të mira. Një mik,
partner ose person i afërt mund të të ndihmojë të shohësh gjërat më qartë, komunikimi rrjedh lehtë dhe mund të lindin ide të reja, frymëzuese, ndoshta diçka që mund të kthehet në diçka të madhe në të ardhmen. Sot të tërheqin temat që ushqejnë mendjen dhe shpirtin dhe ke aftësinë të dallosh çfarë është e duhura për ty në anën emocionale. Është ditë për të forcuar sigurinë, ndoshta për familjen ose për të ardhmen tënde. Ndihesh më mbrojtës ndaj njerëzve që do, gati të marrësh kontrollin e situatave dhe të mos lejosh askënd të prek paqen tënde. Sot, forca jote qëndron në qetësinë dhe qartësinë me të cilën vepron. Peshorja, sot mund të ndihesh sikur çdo gjë më në fund po merr drejtim. Mund të zbulohet një mundësi përfitime, një ide financiare e zgjuar, ose një mënyrë e re për të përdorur talentet e tua dhe për t'u ndier më i vlerësuar. Ka një energji të fortë vetbesimi, është momenti për të dalë përpara, për të besuar tek aftësitë e tua dhe për t'u hedhur në mundësi që më parë të dukeshin të mëdha. Je më i zgjuar se zakonisht në mënyrën si menaxhon burimet, dhe kjo të jep ndjesinë e sigurisë që ke kërkuar. Në anën personale, një partner ose bashkëpunëtor mund të luajë rol të rëndësishëm sot, të frymëzon, të shtyn për më shumë dhe të kujton pse ke filluar rrugën ku je. Ka mundësi që kjo ndjesi e re ambicie të lidhet me një qëllim afatgjatë, diçka që do të çojë përpara në mënyrë të qëndrueshme. Sot e ardhmja duket më e qartë dhe ti më i vendosur se kurrë. Akrepi, sot je në një fazë ku shpirti yt kërkon qetësi, rritje dhe kuptim më të thellë. Është një ditë që të lidh me anën tënde më të brendshme, por edhe me njerëzit përreth teje. Ndihesh më i hapur për të ndarë, për të mësuar, për të dhënë e për të marrë dije, dhe kjo energji të mbush me një ndjenjë të rrallë plotësie, një histori, një libër apo një bisedë mund të frymëzojë sot, duke të dhënë një këndvështrim të ri për jetën. Po ashtu, mund të jesh ti ai që udhëzon dikë tjetër, me fjalë që i japin dritë dhe qetësi, rrezaton më shumë siguri dhe ngrohtësi, dhe kjo të bën më tërheqës në sytë të tjerëve. Njerëzit e ndjejnë forcën tënde pa qenë nevoja të flasësh shumë. Në anën materiale, kushto vëmendje sendeve dhe financave të tua, është momenti i duhur për t'i vënë gjërat në rregull. Sot, shpirti yt kërkon përmirësim dhe universi të dëgjon. Shigjetari, sot emocionet janë të thella, por në mënyrën e duhur. Ndihesh më i lidhur me veten dhe ke forcën për të përballuar çdo sfidë që të del përpara. Është një ditë e mirë për të ndalur pak, për të dëgjuar ndjenjat e tua dhe për të kuptuar çfarë kërkon vërtet brenda vetes. Në marrëdhënie, mund të ndjesh një afrimitet të veçantë, dikush mund të kuptojë më shumë se zakonisht, ose ti vetë ndihmon dikë me një fjalë apo një gest që vjen nga zemra. Kjo të jep një ndjesi të thellë kuptimi dhe lidhjeje shpirtërore, romanca dhe krijimtaria marrin hovë sot, një ide, një ndjenjë apo një frymëzim mund të kthehet në diçka magjike nëse e ndjek. Kujdesi ndaj vetes, qetësia dhe dëgjimi i zërit të brendshëm janë çelësat e ditës. Kur je në paqe me shpirtin, gjithçka tjetër ecën vetë. Britsjapi, sot krijimtaria dhe idetë e tua kanë mbështetje. Bashkëpunimi me partnerin, miq ose njohuritë e reja sjell frymëzim dhe energji pozitive. Komunikimi rrjedh lehtë dhe ti ose dikush tjetër mund të propozojë ide që kanë potencial të madh për projekte, ëndra apo vizione personale. Marrëdhëniet bëhen më dinamike. Ndryshimet e vogla dhe përmirësimet janë ato që tani i duhen për të çuar përpara planet e tua afatgjata, pasionet dhe lumturinë personale. Vëmendje ndaj informacionit që të vjen dhe ndjesisë tënde intuitive mund të bëjnë diferencën sot. Sot ndihesh edhe më i lidhur me kujtimet. Familjen dhe njerëzit që do kujdesi për të dashurit mund të jetë një motiv shtesë për të vepruar dhe për të ndjerë kënaqësi të brendshme. Sot, bashkimi i mendjes, zemrës dhe veprimit është çelësi yt për sukses. Ujori, sot ndihesh më i sigurt për atë që ke arritur dhe për punën tënde, por nuk ndalon këtu, trupi dhe mendja të nxisin të sfidosh veten. Energjia të bën të ndjesh një qëllim më të madh, një mision që po të tërheq përpara. Është një ditë e favorshme për punë, biznese, projekte praktike dhe për të gjetur mënyra unike për të menaxhuar jetën tënde.
Mund të japësh mbështetje praktike dikujt që ka nevojë, ose të japësh një fjalë që ndes motivimin e dikujt. Idetë dhe zbulimet që të vinë sot mund të jenë shumë fuqizuese dhe të ndihmojnë vërtet. Ndihesh pasionant për një projekt apo një misi dhe mund të ndjesh nevojën të mbrosh diçka që e vlerëson. Sot, energjia e ditës të mbush me vetbesim dhe vizion. Peshqit, sot mund të zbuloj diçka që të avancojnë pasionet, një projekt personal ose një marrëdhënie romantike. Një këndvështrim i ri mund të ngrejë humorin dhe të jap energji për të shijuar më shumë jetën, duke u ndjerë më pak i lidhur me shqetësimet e zakonshme, ndër veprimet me të tjerët sot janë më të lehta dhe më të barabarta, duke të hapur mundësi të reja. Është një ditë ideale për të lidhur, për të ndarë ide dhe për të krijuar lidhje të reja. Vetbesimi dhe optimizmi në marrëdhëniet shoqërore rritet, njerëzit të dëgjojnë me vëmendje dhe mund të shohin ty si një udhëheqës në grupin tënd. Ka gjithashtu një ndjenjë të fortë solidariteti me familjen dhe të dashurit, të cilët të motivojnë të përmirësosh dhe të ndërtoresh jetën tënde. Projekte profesionale, karriera ose qëllime personale janë në fokus dhe kjo mund të jap energji të madhe për të vepruar.